Nga data 9 deri në 13 shkurt, si dhe më 16 dhe 18 shkurt, para dhomave të specializuara në Hag, do të zhvillohen deklaratat përmbyllëse në gjykimin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit. Seancat janë paraparë të mbahen nga ora 9 deri në orën 4:30, thuhet ndër të tjera në njoftimin e speciales. Më 9 shkurt do të paraqiten deklarata përmbyllëse e prokurorisë, e cila do të vazhdojë edhe më 10 shkurt së bashku me deklaratën përmbyllëse të mbrojtjes së viktimave. Më 11 shkurt është planifikuar deklarata përmbyllëse e mbrojtjes së Thaçit dhe Veselit, ndërsa ajo e Veselit do të vazhdojë edhe më 12 shkurt. Në të njëjtën ditë do të paraqitet edhe deklarata përmbyllëse e mbrojtjes së Recep Selimit, e cila do të vazhdojë edhe të premten më 13 shkurt, dhe kur do të nisë edhe deklarata përmbyllëse e Jakub Krasniqit, kjo e fundit do të vazhdojë edhe më 16 shkurt. Po ashtu më 16 shkurt është paraparë që trupi gjykues të parashtrojë pyetje. Aktakuza fillestare ndaj 4 të akuzuarve u konfirmua më 26 tetor të vitit 2020 dhe më pas u ndryshua në 3 shtator 2021, më 29 prill 2022 dhe 30 shtator 2022. Në lidhje me këtë temë, për bota sot fol juristi nga Belgjika Skënder Musliu. Së pari, ai tregoi se si erdhi deri te formimi i kësaj gjykate, më pas të njëjtit që e votuan kërkuan më vonë ta zhbojnë. Mirëpo, ai theksoi se ky proces po shkon drejt përfundimit dhe do të finalizohet shumë shpejt. Fillimisht dëshiroi të theksojë se domat e specializuara të gjykatës speciale me Selin Hag janë formuar në vitin 2015 me ndryshimet kushtetuese, duke ju krijuar baza juridike si gjykatë në jurisdiksionin e Drejtësisë së Republikës së Kosovës dhe legjislacionit të saj. Madje kjo ka ndodhur përmes presionit të Hashim Thaçit dhe klanit të tij ndaj deputetëve për t'i detyruar ta votojnë me 2/3 e votave, me pretekstin se me këtë gjykat do të pastrojë UÇK-ja dhe se kush nuk e voton është kundër Kosovës. Mirëpo me kalimin e kohës të njëjtit bën çmuos për ta zbërë atë. Madje gjatë tërë procesit gjyqësor kishte edhe ndërhyrje flagrante në pengimin e drejtësisë, për çka u dënuar me burgim Gucati, Haradinaj dhe ka të akuzuar të tjerë që po gjykohen, ku është i përfshirë edhe Thaçi. Pasi që Ueza urua të gjitha procedurat e procesit gjyqësor edhe përkundër kritikave ndërhyrjeve në pengimin e administrimit të drejtësisë, protestave masive gjithandej dhe jo vetëm, ky proces po shkon drejt përfundimit që do të finalizohet me fjalët përfundimtare të palëve. Krahas kësaj, Musliu tregoi se si do të shkojë procedura e cila është drejt fundit, ku nënvizoi faktin se prokuroria speciale është e para që paraqet fjalën përfundimtare, pastaj mbrojtja e viktimave, avokatët e mbrojtjes dhe në fund deklarohet vetë të akuzuarit. Mëtej, juristi nënvizoi se momenti më i vlefshëm në fazën përmbyllëse të procesit gjyqësor është fjala përmbyllëse, derisa në këtë pikë tha se do të analizohen të gjitha gjërat. Po ashtu përmendi edhe kur thyrjen shpatat mes prokurorisë dhe mbrojtjes, e që lidhet për ta bindur trupin gjykues për fajësinë apo pafajësinë të akuzuarve. Pas këtyre veprimeve, procedurat juridike, trupi gjykues fillon punën e saj në sistemimin dhe vlerësimin e të gjitha provave, argumenteve dhe kundërargumenteve të palëve në proces, që shpjet drejt marrjes së aktgjykimit. Trupi gjykues ka në dispozicion një afat për 3 muajsh për shpalljen e aktgjykimit, me mundësi shtyerje të afatit edhe për 2 muaj të tjerë, duke patur parasysh kompleksitetin dhe lëndët voluminoze, video, intervista, deklarata, materiale të shkruara dhe 10 mijëra faqe dhe jo vetëm, konsideroi se aktgjykimi i shkallës së parë do të mund të shpallet në pjesën e dytë të këtij viti 2026. Mirëpo, varësia e aktgjykimit a është fajsues apo shfajsues, palët e pakënaqura kanë të drejtë të ushtrojnë ankesë kundër këtij aktgjykimi pranë gjykatës së apelit me mundësi të ankimimit në gjykatën supreme dhe së fundmi në gjykatën kushtetuese të dhomave të specializuara, me çka aktgjykimi merr formë të prerë dhe zbatimi bëhet i obligueshëm. Mirëpo, t'i kthehemi edhe një herë fjalës përfundimtare, sepse është momenti më i vlefshëm në fazën përmbyllëse të procesit gjyqësor që mund të luajë një rol të rëndësishëm në vendimarrjen e aktgjykimit. Në fjalën përfundimtare bëhet një përmbledhje të gjithë analizave dhe vlerësimeve të deklaratave të dëshmitarëve dhe jo vetëm. Sulmohen mangësitë dhe kundërshtohen pikat e dobta si nga ana e prokurorisë speciale, nga mbrojtja e viktimave, ashtu edhe nga mbrojtja e të akuzuarve. Është rasti kur thyhen shpatat mes prokurorisë dhe mbrojtjes për ta bindur trupin gjykues për fajësinë apo pafajësinë të akuzuarve. Në realitet, fjala përfundimtare fillon të përgatitet gjatë procesit gjyqësor, sepse me kohë detektohen dhe analizohen qendrat neurologjike të procesit, si nga avokatët e mbrojtjes
dhe stafi i tyre profesional mbështetës ashtu edhe nga prokuroria speciale Shtjelloj Musliu. Në vazhdim ai potencoi faktin se specialja ka një pasqyrë të gjerë të provave materiale, seanca të reduktuara e që për të cilat publiku nuk kishte qasje. Mirë po vendimi definitiv dhe meritor e merr gjykata sepse mos të harrojmë se trupi gjykues përveç materialeve të deponuara nga prokuroria speciale, mbrojtja e viktimave dhe mbrojtja e të akuzuarve, ajo disponon dhe ka qasje edhe në shumë prova materiale dhe dokumente të tjera gjyqësore, të proceseve gjyqësore të administruara nga gjykata e Unmikut e Uleksit dhe nga Tribunali i Hagës, i cili ishte sekuestruar gjatë fazës hetimore të këtij procesi. Trupi gjykues ka një pasqyrë dhe horizont të gjerë të provave materiale që publiku nuk ka patur qasje, sepse gjatë procesit gjyqësor ka patur seanca të reduktuara dhe të mbyllura për publikun, në të cilat kanë dëshmuar dëshmitarët kyç lidhur me strukturat e organizatave të UÇK-s, si dhe dëshmi lidhur me përjetimet dhe maltratimet njerëzore të dëshmitarëve në qendrat e ndalimit, ndër të tjera. Juristi nga Belgjika kishte edhe disa fjalë për ata që e kritikojnë në vazhdimsi gjykatën speciale e që sipas tij kanë tentuar të krijojnë përshtypje të gabuar te qytetarët. Megjithatë, ai beson se trupi gjykues nuk do të ndikohet nga këto ndërhyrje, madje beson se do të shtojë edhe më tepër përpjekje për një proces gjyqësor të drejtë. Fatkeqësisht, në opinion dalin përfaqësues të OVL-së UÇK-s, gazetarë dhe media të paguara në veçantika edhe avokatë që nëpër emisione televizive japin deklarata të papërgjegjshme, prej judikojnë vendime definitive të gjykatave dhe rrisin pritshmëri duke dhënë përshtypje, perceptime dhe narrativa të gabuara te qytetarët se të akuzuarit duhet pa kushte dhe sa më shpejt të lirohen, sepse janë çlirimtarë të pafajshëm. Sa i takon marrëdhënieve të institucioneve të Kosovës me gjykatën speciale në Hagë dhe mbrojtjen juridike të akuzuarve, konsideroi se qeveria e Kosovës ka qenë kujdesshme dhe konstruktive, nuk ka ndërhyrë në procesin gjyqësor dhe i ka kryer me kohë obligimet lidhur me pagesat e avokatëve të mbrojtjes, edhe pse ka patur kritika ndaj qeverisë Kurti nga OVL-UÇK-s, përkinse mos interesimin e institucioneve për të liruar të akuzuarit. Këto nuk qëndrojnë sepse çdo inferim në proces gjyqësor do të konsiderohej si ndërhyrje në drejtësi që është vepër penale, është përkundër ndërhyrjeve të vazhdueshme në administrimin e drejtësisë. Në bindjen time, trupi gjykues nuk do të influencohet në këto ndërhyrje. Përkundrazi, kjo do të shtojë edhe më tepër përpjekjen për një proces gjyqësor të drejtë, të bazuar në ligj dhe vetëm në ligj, sepse bëhet fjalë për gjyqtarë profesionista me përvojë dhe kredibil, përfundoi Skënder Musliu për Bota Sot.